Është kjo një vetvrasje nëse Irani do vazhdojë luftën kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, apo është një luftë, që thonë ata, fitore e qartë? Duhet të dimë që Irani është ideologjisë shiite, dhe shiitët përfaqësojnë pasuesit e Aliut, pra pas profetit Muhammed. Po. Dhe jo më kot raketave të tyre u vendosin emrin Khaybar, sepse Aliu pra ishte ai që e fitoi kështjellën Khaybar, një kështjellë simbolike e jahudive të asaj kohe, në kohën e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Po. Dhe dihet që shiitët gjithashtu në ideologjinë e tyre kanë sakrificën, pra që simbolizohet me ngjarjen e Kerbelas, nëse keni lexuar pra veprën e Naimit. Dhe në ngjarjen e Kerbelas, iranianët si shiit që janë të përgatitur që kauzën e Islamit ta ndjekin deri në fund të jetës së tyre, duke dhënë të jetën, duke dhënë dëshmorë. Tani këto janë kokamane se. Edhe ne do jepnim jetën për partinë, do luftojmë deri në fund që këto ideologjitë janë gjithandej fetare, jo fetare. Ju më parë thatë që celula e gjëra të tilla, për shiat nuk kemi dëgjuar të kenë celula terrorist, sepse shiat janë mjaft mirë që janë njerëz paqësor, njerëz që janë të edukuar, njerëz që janë të ditur, të shkencës, të shpjegimit, kërcënohen, ata kundër përgjigjen, nuk thejnë faqe. Okej. Pra ti mendon që Irani ka hyrë kësaj lufte? Ambasadën amerikane kush i zuri, kush i kapi, i rrethoi, i vraj, u hodhi ner, ca vite më përpara? Ato që keni në Manz. Kush? Ato që keni në Manz, zonjë nderuar. Në Manz. Ato që keni në Manz. Nuk janë iranian ato? Ata janë iranianë, ata kanë vrarë Amerikanë dhe më parë kanë qenë organizatë terroriste nga Amerikanët, ndërsa sot... A janë iranian? Jo, po ai po thotë për iranian të mirë, jo për iranian të këqij. Okej. Po, normal. Okej. Që i për të qenë brenda pyetjes që ju bë. Tash është vetvrasje. Po. Në këndvështrimin tim. Lufta apo vetvrasje kam? Në këndvështrimin tim, lufta me Shtetet Bashkuara të Amerikës është vetvrasje nëse do të vazhdojë.